Mirëmëngjesi shikues të #gjesit, mirë se po takohemi edhe këtë të martë në rubrikën Shneta. Sot të ftuar kam doktoreshën Rita Demiri, pediatre në Spitalin Amerikan 2 në Kosovë, me të cilën do të flasim për virozat gjatëstinës së verës tek fëmijët. Mirëmëngjesi doktoresh, mirë se ardhat. Mirëmëngjesi, mirë se vjen. Doktoresha, na tregoni fillimisht cilat janë virozat më të shpeshta gjatëstinës së verës tek fëmijët edhe cilat janë simptomat e tyre. Virozat më të shpeshta gjatëstinës së verës janë disa viroza, disa sëmundje që shkaktohen nga disa viruse që kanë emrin quhen si gastroenterite, të cilat shkaktojnë të vjella, vjellje, shkaktojnë barkëqitje, si pasojë e tyre mandej fëmijët mund të dehidrohen, mund të humbin lëngje. Mandej shkaktohen edhe nga disa virus tjerë, adenovirus, që shkaktojnë domethënë rrjedhje të hundës, mandej sekrecione nga rrugët e sipërme të frymarrjes, e të cilat mund të përcjellen edhe me gastroenterite, gjithsesi me të vjella dhe barkëqitje. Mandej janë të shpeshta edhe disa virus tjerë, koksakje virus që e kanë emrin, që njihet edhe si sëmundja e gojës, shuplakave dhe shputave, ku dalin disa, shkaktohen ndryshimet në lëkurë, si disa puqra të vogla në për gojë, në për shuplakat të durve dhe shputat të këmbëve. Edhe këto janë mjaft të shpeshta, por dihet që virusët kryesisht kalojnë ma lehtë se sa bakterjet, të cilat mund të zgjasin disa ditë me temperatura të moderuara, jo dhe aq shumë të larta, por kur bjen temperatura, gjendja e përgjithshme e fëmijës është më mirë, fëmijët janë më aktiv, mund të pinë, mund të hajnë, por momente kanë temperatura të larta dhe prindërit duhet natyrisht që të kujdesen dhe nëse i shohin këto ndryshime, do më thonë temperaturë kanë, por fëmija është prapë deri dikon aktiv, pinë lëngje e tjera, nuk ka nevojë për ndonjë shqetësim apo për ndonjë panik të madh. A ka nevojë edhe në këtë raste patjetër me vizitu mjeku, apo nëse e përcjellin gjendjen e fëmijët edhe është siç po e përshkruani ju, ndoshta mundet me kalu edhe në shtëpi? Zakonisht mund të kaloj edhe vetë. Mirë po, prindërit janë shqetësohen me njëherë dhe mund të bëjnë edhe panik, ndoshta shpesh edhe pa nevojë, por ndonjëherë edhe me të vërtetë është ashtu. Nëse sëmundja apo temperaturat zgjasin mbi 3 ditë, mbi 3-4 ditë dhe fëmija fillon të mos pi, fillon të jetë më i lodhur, fillon të humb oreksin, të jetë më i përgjumur, atëherë këto janë shenjat, do më thonë alarmante, që duhet gjithsesi prindi ta dërgoj fëmijën te pediatri. Doktoresh, po si përhapen virozat gjatë verës, sepse e dim që fëmijët janë më të ekspozuar ndoshta në ambiente më të popullume. A përhapen më shpejt se virozat gjatësinëve të tjera, apo janë njëjtë? Po, për shkak të do më thonë vapës, djersitjeve, tjera, higjienës më të vogël gjatë verës, përhapen më shumë, më shpejt. Se sa gjatë dimrit. Gjatë dimrit janë këto më tepër këto virozat me spërkatje, ku kemi ambiente të mbylluna, si qerdhet, shkollat e tjera, edhe atëre përhapen, por verës janë edhe këto virozat tjera që shkaktojnë gastroenterokolite, që ndërlidhen edhe me higjienë. Do më thonë, pse ma shumë përhapen të fëmijët, e dihet se të fëmijët tek fillon proceset ky sistemi imunitar të zhvillohet dhe do më thonë e kanë më të brisht, sepse veç fillon me forcat e veta të luftoj virusët dhe bakterjet, për këtë shkak fëmijët janë shumë më të ndihshëm ndaj këtyre virozave, se sa të rriturit, sepse të rriturit veç gjatë jetës së tyre kanë kriju veç antitrupa dhe kanë mbrojtje ndaj atyre virozave. E fëmijët tek po zhvillohen dhe tek po fillojnë të luftojnë, me thonë. Do më thonë, mënyra përhapjes është ma tepër të këto virozat e verës, të higjiena, do më thonë duart e palara,
ushqimet e kontaminuara, do më thonë do të kemi kujdes shumë të ushqimet e rrugës, për këto fast food e tjera, ku mundësia është më e madhe që të kontaminohen me ndonjë virus, ku për shembull i madhi ka ndonjë virus i prek me duar të palara e tjera, fëmija e han ato ushqim. Këto janë disa viroza që shkaktojnë, do më thonë, gojë dhe lukt dhe zorë, që janë disa smundje që njifen, do më thonë, që përhapja tyre bëhet përmes fekalo-orale, do më thonë prej këtyre feceseve, ku me duar të palara e prek ndonjë ushqim, ai kontaminohet edhe mandej fëmija e han ose i madhi, ose ku janë shumë sëmundje që shkaktohen nga kjo rrugë, do më thonë, fekalo-orale. Por, përveç kësaj, janë edhe viroza tjera që shkaktohen me spërkatje, me ajër, me këto ambientet e mbyllura, me pishina, në për pishina, sidomos në për pishina, do më thonë, do të kemi kujdes që uji gjithmonë të jetë i pastër dhe i filtruar, sepse aty kontaminohet ai uji i pishinave dhe shumë fëmijë mund të kontaminohen dhe për njëherë të sëmuhen shumë fëmijë. Po, doktorish, po, të pishinat për ndalemi edhe pak, a munden fëmijët me marë viroza nga uji i pishinave dhe ambienteve të hapuna që janë, po edhe qëfar infekcioneve munden me marë aty? Pikrisht këto i thash që disa virus që shkaktojnë smundjet, dhe me thonë që ato që përhapen në mënyrë fekalo-orale, mund të përhapen më së shpeshti përmes pishinave, sepse ka mundësi të mos pastrohen mirë dhe mandej ato uji kontaminohet nga papastërtia, nga jo higjiena e atij fëmijës dhe fëmija tjetër vjen hyn ujë përmes gojës, në patjetër që ka me marrë pak një pjesë, do më thonë, të ujit dhe përbin e tjera dhe kështu bëhet përhapja, dhe më thonë, e infekcioneve virale që shkakton disa smundje të caktuara. Po, ndoshta pak e vështirë, doktorish, me i shmang këto ambiente gjatë verës, sepse po sigurisht, po prindërit duhet të kenë kujdes, dhe më thonë, qka mujmë na me bo, me parandalu. E si parandalohet të mos shkojnë për pishina ku nuk i njohin ndoshta, nuk e din saksisht se si pastrohen, a pastrohen gjdo natë, ato filtrohet, apo dezinfektohet gjdo natë pishina. Do më thonë, duhet të kenë kujdes më së shumti në aspektin e pastrimit dhe higjienës së pishinave. Kjo është njëri prej parandalimeve. Tjetra është larja e shpesht e duarve, do më thonë të fëmisë. Po foli edhe për të mbaj, se edhe të mbaj do t'i lajnë durë shpesh, se ata ja pregadisin ushqimin e fëmisë së vetë. Nëse edhe na nuk i lajmë, nuk i pastrojmë durë shpesh, mund t'a kontaminojmë ushqimin dhe të smuhen fëmijët. Mandej, duhet që të kenë të dalin në ambiente të pastërta, po mendoj të ajrosura në ajër të pastër, kështu që fëmijët kanë nevojë më së shumti për normalisht për lodra, për lojna të ndryshme, se ashtu zhvillohen, rriten, për ajër të pastër, për dashuri të madhe, por në të njëjtën kohë edhe ka nevojë edhe për një kujdes, se nëse shohin që i kanë disa simptome, atëherë prindërit janë ata që duhet të kujdesen dhe duhet t'i shohin dhe ta din se kur duhet ta dërgojnë të mjeku. Të mos kenë panik, unë inkurajoj ata që të presin 2-3 ditë ndoshta, ta shohin gjendjen si është, i inkurajoj, mirë po mos të bëjnë panik, mirë po pa tjetër që të jenë syqel dhe të jenë të kujdesshëm, sepse fëmijët shumë shpejt i humbin lëngjet me të vjellura dhe jashtëqitje ujore, ndonjëherë mund të bëhet edhe vonë derisa ta dërgon te mjeku. Kështu që nëse një fëmijë humb më shumë se sa kompenzon lëngje, atëherë patjetër ato do të kompenzohen. Si të kompenzohen, atëherë duhet ta dërgoj te mjeku dhe t'i tregoj mjeku se çfarë terapie do të marrë.
Po, doktoresh, vetëm edhe pak të pishinat. E përmendet faktin që pishinat duhet të pastrohen çdo natë ndoshta. Çka nëse një pishin është pastruar mbrëmta, edhe sot gjatë ditës është një fëmijë që ka një virozë dhe ndoshta mundet ose mos me ditë ose edhe me ditë krejt, edhe a mundet edhe në këto raste me u përhap viroza? Po. Patjetër, po të paktën nëse pastrohet në mramje, barem ata fëmijë tjerë që vinë të nesër nuk infektohen. Patjetër. Po, do të thotë ka edhe raste të tilla. Doktoresh, e përmendet edhe ushqimin. E dim që gjatë verës duhemi me pas kujdes shumë për ushqimet, sidomos ato të shpejta, siç i përmendet edhe ju. Po sa është më i ngjeshëm ndoshta organizmi i fëmijëve se i të rritunve gjatë verës, sepse kemi raste kur thonë prindrit që të njëjtin ushqim e kemi konsumuar dhe fëmijës i ka bu dëm edhe të rritunit jo. Ka mundësi. Edhe çka duhet me ushmang ndoshta prej ushqimeve gjatë verës? Ushqimet e rrugës do të mishmang. Në këto vapa, në këto temperatura të larta, mundësia për kontaminime, thash, është shumë e madhe. Do me thonë, edhe virozat jetojnë disa në qësit temperatura dhe kontaminohen shumë ma letë në vendet ku ka vapë të madhe, dhe kur ka vapë të madhe, edhe higjiena nuk mund të jetë ashtohet 100%. Kështu që mundësia është shumë e madhe që të kontaminohet ushqimi. Do me thonë, prindërit do t'i ikin sa ma shumë këtyre ushqimeve të rrugës, ose pa tjetër që ne jemi, tash po jetojmë shekullin 21 dhe po dalim në për restoranet të ndryshme kritë mirë, po të paktën të kenë një zgjedhje të mirë dhe ta din ku me ushqy, dhe me thonë aty ku pregaditet mirë dhe ku ka ushqime të freskëta, që kjo është shumë e rëndësi, nëse e dim. Nëse jo, atër për fëmijë është mirë që t'i pregadisim vetë në shtëpi. Dhe me thonë perimet, pemë, dhe sa ma shumë langje, sa ma shumë, kur po thomë langje, jo langë, me blej langë kështu, po langje në kuptimin e ujit, në kuptimin e ndonjë qajit, dhe këto dyja, më së shumë të, mandej ujë është në pemë, në perime, këto ushqime preferohen më së shumë të, sepse si përfaqja përgjithshme e fëmis ka ma tepër ujë se sa e një të rrituri, dhe kur e humbë, do më thonë, sasin e langjeve, atër mund të fillojnë edhe komplikimet si që janë dehidrimi. Doktoresh, po sa është e rëndësishme të shmangën orët e pikut të nxehtësisë për fëmijët? Po, është shumë e rëndësishme. Si reagojnë organizmi i tyre nëse ekspozohet në diell? Pikërisht për shkak të këtij dehidrimi, do të thonë kur është piku i nxehtësisë, atëherë fëmijët mekanizmat mbrojtës i kanë më pak të zhvilluara që ta mbroj, do të thonë, organizmin nga dielli ose të lirohet djersitja. Fëmijët e kanë më pak të shprehur djersitjen. Djersitja është tipik, është një mekanizëm mbrojtës ku ne çlirohemi nga temperaturat e larta. Fëmijët e kanë më pak të zhvilluar këtë dhe ajo temperaturë e lartë mund të shkaktoj dehidrim, edhe edema, për shembull, mund të jenë edhe këto komplikimet më të mëdha, edema të trurit, ku bëhet një dehidrim i trurit, se mos ta spjegoj kështu mjekësinë, ndoshta s'ka nevojë, por komplikimet janë, domethënë, shumë të mëdha. Përveç kësaj, përveç, domethënë, dehidrimit që është shumë i rëndësishëm, janë edhe djegjet e lëkurës. Edhe djegjet mund të jenë edhe të shkallave të nalta, shkallës 2, 3, të cilat edhe ato në një forme shkaktojnë edhe ato dehidrim, shkaktojnë infekcionet të lëkurës, e mund mandej të komplikohet shumë situata të fëmijët, edhe për shkak dehidrimit, po edhe për shkak të djegjeve. Doktoresh, po për çfarë moshe të fëmijëve po flasim në këtë rast? Për të gjithë fëmijët? Po, për të gjithë. Mirë, këta të porsalindurit janë... Po, është një kujdes tjetër. Pa tjetër, mirë po për të gjitha moshat e fëmijëve, edhe për të mbaj bile. Në pikun e diellit, do më thonë, prej orës 10 dhe deri në ora 16, nuk preferohet që t'i ekspozohemi diellit direkt. Përveç që shkakton që ato problemet e dehidrimit, edhe për të mbajt, jom të folë për të mbajt
shkakton djegje të lëkurës, mandej mund ma vonë të shkaktohen edhe shumë probleme tjera për lëkurë, si që shifet në kohët e fundit, rritja e numrit të kancereve të lëkurës është, dhe më thonë, bajge e madhe, edhe mjekët dhe shkenca thot që pikërisht është ky ekspozimi direkt, dhe më thonë, i rrezeve ultraviolete në lëkurë. Po, cilat shkaktojnë edhe plakje të lëkurës. Plakje, rudhje, tjera. Edhe fëmit, tash do të me përmend edhe lyerjen, edhe pse nuk do të ekspozohet dielli direkt, rrezeve ultraviolet, mirë po edhe në kohën e mëngjezit dhe pas orës 16 është mirë që të mbrohen fëmit me faktorin mbrojtës, do më thonë ndaj rrezeve ultraviolete, e fëmit sigurisht që do të lyhen me faktorin 15. Edhe të mbajnë bële, unë për veti lyna me faktorin 15 e lene ma fëmit. Do të pa tjetër që të lyhen, do më thonë të kenë një mbrojtje me faktorin 15. Po çka duhet kemë parasysh, doktorish, prindrit tek përzgjedhja e këtyre kremrave, apo është vetëm të jetë 50 dhe nuk ka ndonjë lidhje tjetër? Po, me faktorin 15, do më thonë me ato, tash edhe faktorin 20-30 janë njëjtë, e mbrojnë prej rrezeve ultraviolete. Mirë po, me faktorin 15 zgjatët koha, për shembull e mbron ma gjatë për disa orë, prej 2 deri në 4 orë. E këto me faktorin 20-30 për një kohë ma shkurtë. Duhet me u riapliku më shpesh. Duhet me u ly më shpesh. E tash për firmat të cilat ato janë zgjedhje, dhe më thonë. Zgjedhje e vetë prindërve. Doktoresh, nëse nuk i diçka tjetër me shtu, kjo pa dyshim që është temë goxha e gjatë dhe e gjerë, nëse ki diçka tjetër me shtu, për ndryshëm të falenderoj shumë, si çdo herë na jep një informacion shumë të vlefshme. Vetëm një mesazh prindërve, dhe më thonë që të kenë kujdes, dhe më thonë higjienës, larjes së duarve, dhe rehidrimit, dhe më thonë sa ma shumë të japin langje fëmis fluide për folje, edhe po them, jo çdo temperatur ka nevojë për antibiotik. Sepse kryesisht 85% rasteve të fëmijët kur smohen, kur kanë temperatura, janë të natyrës virale. Shumë pak, shumë rrallë janë të natyrës bakteriale, por për me vërtetu cila është cila, natyrisht që duhet që të shkoj te mjeku dhe mandej e vërteton se cila është. Prap po them, unë i inkurajoj prind që mos të bëjnë panik, por të kujdesen ndaj fëmijëve, dhe ne jemi për të ndihmuar, gjithmonë jemi këtu që të ndihmojmë. Patjetër, faleminderit shumë doktoresh.